Miq, përshëndetje. Në fakt rikthehemi pas protestës së opozitës. Në fakt nuk do të jetë një emision i cili do të jetë në vazhdën e pyetjeve apo përgjigje, por do të jetë një opinioni im se çfarë solli realisht protesta e Sali Berishës, çfarë solli realisht kjo protestë e dytë kombëtare që Sali Berisha thriti për në datën 10 shkurt. Në fakt Sali Berisha ka palajmëruar në momentet e para dhe një protest në datën 20 shkurt dhe ka thënë ndër të tjera realisht që mos qëndroni apo mos na provokoni se ne do t'jemi dhe mos na imini qytetarin ton për dobësi. Por realisht çfarë prodhoi kjo protestë e opozitës? A mundet kjo protestë ta shkundi qeverinë Rama? Në fakt ka 1000 arsye pse duhet protestohet sot kundër Edi Ramës. Po ju them fakti që Edi Rama po mbron numrin 2 të qeverisë, që spaku e kërkon arrest, qoftë arrest me burg apo qoftë arrest shtëpie. Në fakt ka një sër arsyesh pse duhet protestohet sot kundër Edi Ramës, lidhet me faktin që opozita në fakt dhe vet mazhoranca në thelb është një mazhorancë e cila është e konsumuar. Akshi është një nga problematikat kryesore të asaj se çfarë ka prodhuar qeverisja e Edi Ramës, por në fakt ka dhe një sër arsye tjerësh. Po marrim emër për emër individët të cilët sot janë pashekurave si pasojë e spakut. Por sot në anën tjetër Sali Berisha dhe që është kreu i Partisë Demokratike gjenden në një pozitë po aq të vështirë. Vendi i tij ka një proces penal i cili po hetohet. Pra, ish kryeministri i Shqipërisë dhe aktualisht kryetari i Partisë Demokratike ka të paktën 3 çështje që dim në SPAK. Kompleksi Partizani, kompleksi 21 Janari dhe Gërdeci. Janë këto 3 çështje në fakt cilat janë sygjyle të rënda në këmbën e Sali Berishës, por sikur mos mjaftonte edhe kjo. Në fakt Sali Berisha akoma nuk ka arritur dot të heqë non gradën nga shpatullat e tij apo nga supet e tij, dhe sa vjen duket sikur kjo fabul po mundohet të sfumohet, por realisht është një problem i madh i Partisë Demokratike. Partia Demokratike e cila lindi dhe jo vetëm lindi si një shpresë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot në krye të saj, si një shpresë dhe një derë për që mund të kishte komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë ka një problem thelbësor. Nuk ka asnjë marrëdhënie. Dhe nëse shikojmë panoramën se çfarë ndodh në këtë protestë, duket sikur është një panoramë e parë, një panoramë e dukshme. Kemi parë protesta në 2019, protesta shumë më të fuqishme nga Partia Demokratike se protestat që bëjnë sot. Dhe në fakt nuk sollën dot rotacion. Pse Sali Berisha po këmbgul me një skem të parë? Pse Sali Berisha në fakt po këmbgul dhe po tenton t'ju thotë demokratëve që ky është kilometri i fundit. Por në fakt në asnjë moment ne nuk po shohim që kjo të jetë dhe kjo të prodhoj kilometrin e fundit. Por para se të shkojmë në gjitha analizat çfarë po ndodh, ajo se çfarë ka ndodhur sot midis Molotovit, zjarrit dhe dhunës, duket se ka sjell bilancin e vet. Kemi parë në përpamje gazetarë të cilët janë lënduar, kemi parë në pamje policë të cilët janë lënduar, kemi parë në pamje protestues të cilët janë lënduar, shpeshherë nga Molotovi, por dhe disa nga dhuna e policisë. Në fakt, një prej deputetëve të Partisë Demokratike është shtuar në spital. Vetë Sali Berisha ka vajtur e ka vizituar dhe pasi ka dalë, ka sulmuar menjëherë kreun dhe jo vetëm kreun e policisë, por të strukturës së forcave të ndërhyrjes Sokol Bishkën. Ka pasur një sër akuzash dhe në anën tjetër ka sulmuar dhe ministrin e Brendshme, zonjën Koçiu, duke i quajtur zonja e adresave. Prandaj Edi Rama e ka marrë thjesht për t'i deleguar adresat dhe për mos bërë asgjë tjetër. Pra një panoramë e cila duket se në anën tjetër janë përgjigjur edhe zonja Koçiu, ka thënë ndër të tjera dhuna ka sjell 16 policë plagosur. Por në anën tjetër deputeti i Korçës, zoti Albati, është shtuar në spital si pasojë e një hematome të paktën dhe si pasojë e gazit që ton apo sprajtit që hodhën sy apo dhe dhunës shkaktuar ndaj tij. Në fakt kjo është një panoramë e cila është se sankcion për mediat. Por çfarë prodhoi politikisht kjo protestë? A mundet ta kushtozojë Edi Rama me qeveri teknike
a mundet Sali Berisha ta kushtëzojë Edi Ramën me qeveri teknike? Në këtë momente duket se shumë e vështirë. Duket e vështirë për shkak se kjo protest, përveç se ishte një ecjakje për 3 orësh apo 2 orësh dhe demokratët apo edhe protestuesit cilët ishin aty i zuri shiu, nuk prodhoi asgjë politike, përveç disa deklaratave konsumuara, disa deklaratave cilat zhvendosin vëmendjen nga problemet reale që ka qeveria Rama. Po pse po qëndron Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike ku nuk po arrin dot as ta forcoj, nuk po arrin dot as ta bashkoj dhe nuk po arrin dot as të ketë një empatik që qytetarët? Kjo është pyetja thelbësore që duhet bëjë çdo njeri sot. Çfarë kërkon Sali Berisha nëpërmjet kësaj lëvizje? Apo i trembet Sali Berisha një procesi që po jetohet në SPAK? Në fakt, gjitha deduksionet politike deri në këto momente çojnë që Sali Berisha është vërtet i trembur nga SPAK-u, nga ky institucion i cili duket që vërtet Sali Berisha thret mbështetësit e vet, por Partia Demokratike në këto momente ka një problem thelbësor që është moral. Kupola drejtuese e saj gjendet në SPAK. Kupola drejtuese e saj nuk po mundet dot të heqi prangat e rënda që po qëndrojnë qoftë moralisht për disa prej figurave tyre, cilët janë të konsumuar dhe jo vetëm të konsumuar mbi qëndrimet edhe zhvillimet që po ndodhin, por gjithashtu në fakt janë edhe të konsumuar mbi atë se çfarë kanë prodhuar politikisht. Në anën tjetër, ajo se çfarë pritet ndodh, është akoma që i tmerron. Duket sikur SPAK në këto momente, fakti që ka guxuar ty në zemër të kryeministrisë, mund t'i japi sinjale alarmi për një ngjarje që mund të përsëritet edhe në zemër të Partisë Demokratike. Pra SPAK mund të tentojë të hyrë në zemër të Partisë Demokratike dhe mund të kërkojë mbase dhe heqjen e imunitetit të ndonjë prej deputetëve shumë të afërt me zotin Berisha. Por kjo çfarë do të cilli? A mund të cilli kjo një përbashkim? A mund të cilli kjo një përbashkim të PS-s me PD-s për të bërë kundër SPAK-ut? Apo çfarë do të cilli dhe çfarë do të prodhojë realisht? Në fakt duket sikur ardhja e zotit Brau, në fakt janari pritej me lajme bombastike që do të kishte goditje, por në fakt është në heshtje. Çfarë do të vi pas asaj heshtje? Kjo është ajo se çfarë doja të komentoja me secilin prej jush, dashur miq. Kjo është ajo se çfarë doja edhe të diskutoja, duke qenë se kjo ishte një prej aspekteve që doja të diskutoja për zhvillimet politike. Në fakt, kjo protest ka dhe disa pikpyetje tjera. Asnjë fjalim nuk arriti të elektrizonte turmën. Asnjë fjalim nuk arriti të mobilizonte turmën. Asnjë fjalim nuk na la asnjë shenjë. Për çfarë u bë kjo protest? Çfarë fshihet, çfarë arriti? Çfarë qëllimesh ka në fund ditës? Kjo është një prej pikpyetjeve të mëdha. Pse Berisha po këmbgul ku nuk po arrin rezultat? Dhe çfarë fshihet realisht? Në fakt do doja të lexoja për ju edhe qëndrimet e disa prej mediave të cilat çfarë kanë thënë. Molotov drejt kryeministrisë, 16 polic me djegje në spital dhe 20 protestues të shoqëruar, pra ky është bilanci para prak. Në anën tjetër ka pasur reagime dhe nga Partia Socialiste dhe gjithashtu për dhunën, ka thënë Partia Socialiste, por në fakt vetë protestuesit nuk kanë pasur edhe nuk kanë qenë ndonjë dhunë e cila mund të alarmonte Partinë Socialiste, por do të bëj zhvillimet dhe qëndrimet e veta. Berisha në anën tjetër ka thënë Rama është armiku më i pamshirshëm i Shqipërisë, po rrezikon antarësimin e Shqipërisë në BE me vjedhjet e tij. Pra kjo është në fakt çfarë ka ndodhur në anën tjetër, ajo që ka rënë në sy lidhet edhe me një pjesëmarrje jo shumë masive, por edhe pavarësisht numrave nëse kauza qëndron e drejtë, përsëri në fakt do të prevalonte, por edhe numrat janë jo vetëm një anë thelbësore, por numrat janë dhe një anë e cila mund të trysnoj politikisht, por nuk sjell rotacion. Në anën tjetër, ajo që dua t'ju bëj
Të njohur është që vetë zoti Berisha ka bërë deklarata të cilat lidheshin drejt për drejt me dorëheqjen e kryeministit Rama, por deri në këto momente, duke qenë se zgjedhjet e 11 majit kanë qenë shumë afër, zoti Berisha nuk ka asnjë armë për ta kushtëzuar vetë Edi Ramën. Se çfarë pritet ndodh lidhet edhe me faktin e propozimit të Ermal për një tryezë të përbashkët. Por gjitha këto në fakt dashur miq janë çështje të cilat ne do të mundohemi të diskutojmë, të prekim edhe të diskutojmë çdo ditë. Do të mundohem dhe do të tentoj të jem çdo ditë në fakt me një koment mbi ngjarjet, zhvillimet, nuk ka rëndësi çfarë ngjarje ka, por mbi zhvillimet politike është bërë dhe pak e lotshme kjo rutinë, sepse janë po të njëjta ngjarje dhe duket sikur përsërisin veten, por përsëritja është më me dijes tonë dhe do të mundohemi që të përçojmë opinionet qoftë unë apo qoftë dhe kolegët e mi të cilët kemi këtë studio, për të ndarë disa këndvështrime dhe për të ndarë disa aspekte të cilat lidhen drejt për drejt me atë se çfarë dhe jo vetëm çfarë diskutohet në qendrime, por edhe në atë se çfarë fsheh kjo politikë. Dhe diçka që është më e rëndësishme, unë mendoj akoma që sot që Partia Demokratike duhet të ketë një strategji tjetër për të zhvendosur dhe jo vetëm për të goditur Ramën, por duke qenë se kryeministri Rama gjendet në një moment vështirë, Partia Demokratike duhet të ketë një strategji komunikimi që ta nxjerrë Bretin Lakuriç. Pra kur them ta nxjerrim Bretin Lakuriç lidhet me faktin që duhet i lë gjitha dritat të fokusohet tek problemet që ka Rama me SPAK dhe me drejtsinë. Kjo është një prej këndvështrimeve të mia dhe besoj që në këtë diskutim dhe në këtë qasje do të kemi mundësi të diskutojmë dhe për herë të tjera. Mos harroni të bëni subscribe, e kam të nevojshme dhe kemi nevojshme suportin tuaj, po mundohemi ditë pas dite të krijojmë diçka të pavarur. Në fakt, gjatë ditës jemi në punë edhe pas dite jemi përsëri në punë, por në media. Dhe kjo është një prej arsyeve. Nga unë Ermal Peçi, duke munduar që të sjellim edhe shkrim edhe analiza se çfarë janë prodhuar, mos u largoni, bëni subscribe dhe regjistroni në kanalin tonë dhe nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe miru pafshim.